sot do ju ftoj për një gotë çaj. Dhe me bë mohabet për qef, edhe ndoshta mund dalim një shëtitje bashk, pra mund t'i vesh kufjet në vesh, edhe të më dëgjosh duke ecur. I ftoj vetëm njerëzit që duan që të pinë një gotë çaj me mua dhe të dëgjojnë një mohabet të këndshëm. Si fillim doja të pyes si keni qenë si fëmijë, se unë si fëmijë kam pas qenë një fëmijë shumë kurioz. Domethënë, nëse shkoja për shtëpi kund, do isha shumë kurioze të shihja se çfarë kanë sirtare. Edhe domethënë si hajnë njerëzit, çfarë hajnë, çfarë thojnë, çfarë muhabetesh bëjnë. Edhe kjo lloj gjendje, kjo lloj kurioziteti mua më del sa herë që unë bëj udhëtime. Në momentin që bëj udhëtime, i shijoj udhëtimet, por se e kam këtë gjendjen e kuriozitetit, pse është kjo kështu, pse është bërë kjo, domethënë pse njerëzit sillen në këtë lloj mënyre, pse mendojnë në këtë lloj mënyre, çfarë mendimesh kanë, çfarë besimesh kanë, çfarë sjelljesh kanë. Pra, jam kurioze, edhe bëj shumë pyetje. Edhe kjo gjë më ka ndihmuar që të mësoj shumë rreth kulturave të vendeve ku unë kam shkuar. E dini, për ato që më kanë ndjekur në Instagram, e dini që domethënë para një jave, maksimum një javë, kam qenë në Itali. Dhe aty kishte shumë statuja. Më bën përshtypje dhe përse në këtë video do të flas edhe për një vend tjetër. Kam qenë përpara një viti në Egjipt. Edhe tek piramidat, patjetër që ka statuja dhe statuja të mëdha, edhe që i kanë quajtur mbretër. Porse ajo që më bëri përshtypje ishte që në Egjipt statujat e mbretërve të mëdhenj ishin me hund të thyer. Edhe thash, ç'a lidhje ka, domethënë, ç'a lidhje ka që një statuj që të një personi në histori që e kanë quajtur mbret ose udhëheqës të ketë hundën e thyer. Ç'a lidhje ka? Domethënë, ka ndonjë domethënie apo thjesht është i ka rënë nga dora? Dhe në fakt nuk i kishin rënë nga dora, po ishte në mënyrë të qëllimshme, sepse çdo gjë që ne shohim ka një domethënie. Domethënë, çdo gjë që vendoset, sidomos gjërat e historisë, domethënë historiku i njerëzimit është i gjithi me mësime, është i gjithi një pasqyrë e mënyrës se si kanë jetuar, se si kanë menduar, edhe se si e përcjellin mesazhin më mbrapa. Edhe njerëzit që kanë ardhur mbrapa, pra ka ardhur një mbret pas vdekjes së një mbreti tjetër dhe ka urdhëruar për shembull që të bëhet statuja e mbretit tjetër me hund të thyer. Dhe zbulova që kjo është bërë inkas, që t'i prishet pjesa e madhështisë edhe pjesa e pushtetit të atij personi që ka qenë përpara tij. Sepse hunda përfaqëson pjesën e krenarisë, identitetit, fuqisë, forcës, cilësive të personit, domethënë nga forma e ndryshme e hundës neve shikojmë edhe personalitetin e personit, pra çfarë personi është, nga e ka priardhjen, nga e ka, domethënë, të gjitha këto gjëra dhe është edhe burimi i jetës, pra neve marrim frym, marrim oksigjen me hund, edhe pa hund, pra jeta bëhet shumë e vështirë. Kështu që thyrja e hundës tek egjiptianët ishte për poshtërim, ishte për nënvlerësim, edhe për të thënë që ju mos e shihni, domethënë se sa madhështor është, se sa domethënë nga historia që mund të vijë prej tij, por se ka qenë një person jo i mirë, jo i denj. Pra në mënyrë, domethënë që shkon në nënvedije. Se besoj se ju që po më ndiqni, keni lexuar edhe jeni të kulturuar, edhe keni lexuar shumë gjëra së mos kohët e fundit, që neve kemi pjesën e kosciencës edhe subkonsciencës. Subkonscienca jon lexon çdo gjë, lexon situatën, rrethanat, ftyrën e personit. Pra neve kur shohim një person në fytyrë, e dallojmë që se ky person është i shëndetshëm, është i smur, është i vuajtur, është i lumtur, çfarë ka hequr në jetë, sepse çdo gjë, domethënë, ngjitet në fytyrë, pasqyrohet në fytyrë. Pra pjesa e fytyrës është identiteti jon, ku pasqyron, domethënë,
brendësinë tonë, pjesën e domethënë shëndetit, e mirësisë, e lodhjes, e çdo gjëje. Kështu që të gjitha këto statujat edhe të gjitha këto gjërat vizuale që vendosen, qoftë forma e piramidës trekont, ndoshta herë tjetër flasim për formën trekëndshme të piramidës ose gjërat e tjera që janë shumë interesante se si subkonscienca jo në momentin që e sheh, e lexon, edhe na jep neve informacione, edhe na jep neve një këndvështrim të brendshëm që ne nuk e perceptojmë dot me logjik. Pra, nuk ka logjik në momentin që ti e percepton diçka apo ndjen diçka në mënyrë të pavetdijshme. Kështu që të gjitha këto janë bërë që në mënyrë të pavetdijshme, pra ti mund thua që kjo ka qenë mbret shumë i madh, domethënë Kleopatra, një nga mbretëreshat më të mëdha, por se në momentin që e bën me hund të thyrë ti thua, pas ka qenë e poshtëruar, pas ka qenë domethënë jo më aq vlerë domethënë se sa na është përshkruar. Dhe pastaj patjetër që edhe në gjuhën shqipe neve kemi këtë pjesën e përfaqësimit hundës në formën e poshtërimit. Tek shprehjet që kanë përdorur të parit tanë, domethënë thyeja hundën, biri thyeja hundën, ose ka hundën për pjetë, ose kur domethënë njerëzit që janë mundje mëdhenj që i thonë ty nëse të bie hunda për tokë ti nuk shkon ta kapësh. Domethënë ke aq shumë krenari edhe aq shumë ego të lartë sa që nëse të bie hunda për tokë ti nuk shkon ta marrësh. Dhe pjesa domethënë kur njerëzit zihen me njëri tjetrin, sidomos djemt, gjëja e parë domethënë të gjuajnë në fytyrë sepse hunda është shumë e ndjeshme, është shumë sensitive edhe direkt gjakoset. Në momentin që gjakoset, shpërfytyrohet njeriu, bëhet me gjak, bëhet i dobët, bëhet domethënë i ulur, kështu që është pika e parë që goditet njeriu. Pra, njerëzit mundohen që të godasin tek pjesa e krenarisë tënde njerëzore, e cila është një nga të drejtat e tua dhe është një nga privilegjet e tua që ti ke të drejtë të jetosh, të marrësh frymë pra, ke të drejtë të jetosh, ke të drejtë të gëzosh, të tregosh se kush je, të tregosh që ti ke domethënë ato vlerat e tua, edhe jo thjesht domethënë të vi dikush tjetër edhe të uli vlerat e tua me një lëvizje, me një fjalë, me një goditje, apo ndoshta edhe pas vdekjes këtyre njerëzve nuk i deli nati. Pse? Sepse këtyre njerëz domethënë janë njerëz të cilët mundohen që një njeri që mundohet me ul dikë tjetër do thotë që e ka frikë atë personin tjetër. Do thotë që ndihet i dobët edhe mundohet ta ulë atë personin tjetër që të ndihet vetë më i fortë. Sepse njerëzit e fortë suportojnë të tjerët. Njerëzit që janë të dobët mundohen që të thyejnë të tjerët në mënyrë që të dominojnë vetë. Është çështje dominimi, pra çështje konkurrence, çështje egoje. Dhe domethënë nga gjithë kjo histori, nga gjithë ky vëzhgim, domethënë e ke parasysh që rrin edhe shikon edhe mendon, edhe mendojmë, domethënë për shembull, momenti që ti e dëgjon këtë muhabet e thua, domethënë ka njerëz që ta thyejnë hundën me fizike, domethënë të godasin. Ka të tjerë që mundohen që ta thyejnë hundën me një fjalë. Domethënë sidomos vajzat me njëra tjetrën e kanë atë pjesën e xhelozisë së pamjes, pra vjen një gocë që është shumë e bukur, domethënë mund të jetë shumë e mirë, shumë e sjellshme, domethënë është komplet, domethënë edhe nga ana e jashtme është shumë e këndshme. Edhe dikush që është xheloze, siç e shikon, thotë shumë bukur, thotë fustani shumë bukur, make-upi shumë bukur, flokët shumë bukur, çati boshe shkrejt aty ishte një 10 cm më e gjatë. Domethënë, ta thyen hundën, domethënë ta ulin atë pjesën e krenarisë, atë pjesën e identitetit tënd me një fjalë. Pra që ke pjesa e thyerjes, pra ti dëshiron që të ndriçosh, vjen dikush që me një fjalë mundohet që ta uli ndriçimin, ta uli atë
hapësirën që dëshiron që ti të marrësh në jetë edhe të vjen edhe ta thyen. Edhe isha duke e parë, domethënë, edhe duke e lexuar që të gjithë këtë situatë, këtë histori, edhe domethënë kur e mendon që këta njerëz që mundohen që me ta thy hundën, sepse të ka shku shumë hunda për pjeta, edhe dikush tjetër nuk ta toleron, sepse është policë. është policë, e kupton, edhe sa shikon ndonjë kështu që ty të ngrit hunda për pjetë, vjen edhe ta thyn hundën. Po mendosh cilit janë, domethënë, këta njerëz që tentojnë me ta thy hundën. Edhe domethënë në një moment, aha moment, e ke parasysh një moment reflektimi, për që personat të parë që thyen hundën, personi tjetër janë prindrit. Shumë herë prindrit, domethënë, nuk e di nga mënyra se si janë rritur, nga mënyra se si kanë jetuar vetë, ose disa mendime që fëmijës mos të hypi vetja në qef, e thyen. Pra ndonjëherë të shkojnë prindrit në shkollë tek mësuesja, dhe mësuesja e lavdron shumë. Pra thotë që është një fëmijë shumë i mbar, shumë i zgjuar, domethënë ndoshta nuk kam rastisur që unë të shoh një fëmijë me zgjuarsi kaq të lartë, kaq i përpikt, fjalët më të mira. Edhe nëna mund të ketë mendimin që nëse e lavdron fëmijën në sy, i hypën vetja në qef, i rritet hunda. Edhe çfarë bën? Atë lene më këtu muhabet, lene, thotë se ti nuk e ke pa në shtëpi, thotë si sillet ai me motrën e vet. Ti nuk e ke parë thotë në shtëpi se si sa rrumuj bën, nuk e rregullon krevat, domethënë që mundohet me gjetë diçka tjetër që fëmia mos të ndihet superior, mos të ndihet i plot, mos të ndihet. Domethënë, personat e parë që të thyen krenarin, edhe të thyen identitetin, edhe mënyrën se si ti e sheh jetën, se si ti mbushesh me jetë, janë ndonjëherë prindrit. Edhe është, domethënë, është shumë keq, domethënë, se si të mos brezi janë, është rritur, shumë prej nesh janë rritur me këto lloj thyerje her pas here të hundesh, përse kjo vazhdon, domethënë, edhe në shoqëri, edhe kudo, domethënë, njerëzit për shkak rrjetet sociale ti mund gatuash një gatim shumë të mirë, do ta gjej një kleçk. Jo i ke hedh shumë krip, jo i ke hedh shumë vaj, jo nuk bëhet kështu, jo unë e di më mirë. Domethënë, si me të gjetë gjëra të cilat ty nuk të lejnë që ti të ndjehesh mirë me veten tënde dhe me atë çfarë ti e duke bërë. Pra, e themi që këto gjëra, domethënë kur udhton, edhe ti e pyet veten për shumë gjëra, pse është kjo kështu, pse është kjo kështu, fillon edhe lexon pjesën se si njerëzit sillen me njëri tjetrin, pse e bëjnë këtë gjë, si e bëjnë, domethënë, edhe që ka vazhduar shumë me shumë shekuj përpara, edhe që vazhdon, domethënë, edhe në brezin ton, por se shoqyrë, domethënë, tani që kanë filluar njerëzit për të marrë hapin për të ndryshuar veten e vet në radhë të parë. Domethënë që nuk presin që të tjerët ta bëjnë këtë gjë, por se mundohen që gjërat që i kanë kaluar në jetë ta rikuperojnë veten me si thon, pa kërkuar që të tjerët të ndryshojnë. Pa kërkuar që ky të bëhet i mirë, ky të bëhet i keq, ti më fol mirë, ti mos më fol mirë, jo, fillon edhe e shikon se si ta ndryshoj sjelljen e vet në mënyrë që mos të vazhdoj me këto thyrjet e hundëve në brezat e tjerë tek fëmijët apo tek të tjerët. Mirë. Pas kam folur 14 minuta. Tani, në fund fare të këtij takimi ton të çajit. Nuk e di nëse e dini apo nuk e dini që në një periudhë time të jetës kam mësuar për shkencën e fizionomisë. Çfarë është shkenca e fizionomisë? Është thjesht që, domethënë, studimet që janë bërë në shumë njerëz, në shumë raca, për tiparet e tyre, pra se si
mund të lexojnë edhe se si çdo tipar ka cilësi që e përfaqëson edhe që mund ta lexosh tjetrën pra nga fizionomia e tij. Edhe për fan, domethënë është thjesht për fan, është thjesht për qef. Dërgoja disa nga format e hundës dhe çfarë domethënie kanë. Çfarë cilësi shëmbajnë format e ndryshme të hundës. Kemi hundën që është si me kurriz, sikur ka një gung pjesa e sipër. Edhe quhet ndryshe, pra tek shkenca fizionomisë quhet si hunda romake. Çfarë cilësish ka pra nëse ti ke hundën me gung, tregon që je një person kokfort, pra që mundohesh që qëllimet e tua të shkojnë deri në fund. Është një hund leadershipi, pra që ke atë pjesën e udhëheqjes së njerëzve të lindur. Pra ka mundësi që të bëhet drejtues, të bëhet çfarë do lloj gjë, domethënë që ka lidhje me udhëheqjen. Pra konsiderohet domethënë nga cilësitë e forta të personalitetit të fortë, pjesa e hundës me kurriz. Kemi hundën përpjet. Ka ca njerëz që pjesën e majës së hundës e kanë të ngritur lart, dhe zakonisht e kanë hundën e vogël edhe përpjet. Këta njerëz janë shumë të pranueshëm në shoqëri, pra që sa e sheftin fytyrë që e ka hundën të tillë, të hyn direkt në zemër. Pra, janë cute, janë duken si fëmijë, se zakonisht fëmijët gjithë vegjël e kanë hundën e vogël edhe kështu si përpjet. Këta njerëz kanë një problem të vogël me veten e tyre që besojnë shumë tek njerëzit. Pra, çdo njeri që takojnë kanë besim tek njerëzit edhe zakonisht domethënë bien pre e shfrytëzimeve nga njerëzit e tjerë, sepse njerëzit e tjerë dallojnë domethënë. Është ajo pjesa që ju thash që subkonscienca jon lexon, përse ne kur bëjmë pyetje të dura pse është kjo, çfarë domethënie ka kjo, pra që je kurioze dhe pyet, ato informacionet nga subkonscienca kalohen në konsciencë dhe ti e kupton psen. Ndërsa pjesën tjetër e lexon vetë subkonscienca çdo gjë që neve e shohim në mënyrë të pavetdijshme. Kemi hundën e drejtë. Ke parasysh kaca që kanë hundën shumë të drejtë, të hollë, të ngushtë, kështu si fiksi trekëndësh, ose quhet ndryshe hunda greke. Këta persona njihen për logjik të fortë. Gjithmonë domethënë argumenti i tyre është më i drejti, është më i saktë, domethënë ata kanë drejtë. Janë shumë të zgjuar edhe prandaj edhe kanë këtë pjesën e vetbesimit që kështu siç them unë edhe s'ka. Kanë domethënë nga pjesa e zgjuarësisë, por se janë edhe tepër të logjikshëm, domethënë rrallë herë përfshin emocionet në marrëdhëniet e tyre. Pra, nëse shikon një person që ka hundën e drejtë, edhe të gjatë edhe të hollë, di që domethënë mos prit prej këtij personi me ton llafe të bukura, emocione. Hunda që është e drejtë, pra nuk ka gunga sipër, përse është e gjerë poshtë. Këta persona janë shumë persona kurioz. Janë persona që duan që të dinë shumë gjëra rreth e rrotull. Janë shumë karizmatik, i pëlqen që të bëjnë shaka, i pëlqen që domethënë t'i marrin gjërat më lehtëshëm, domethënë jo shumë seriozisht, t'i marrin gjërat lehtëshëm, t'i marrin gjërat me domethënë me atë shpirtin si ta them, këtë pjesën që duan që të dinë, kanë aftësi që të bëjnë edhe muhabete serioze edhe të fusin shakan, përse jo që t'i komplikojnë gjërat, janë shumë të sinqertë, domethënë kanë pjesën e emocioneve, pra futet me pjesën e emocioneve që janë shumë të sinqertë në emocione dhe kanë aftësi që të mbajnë sekretet. Tash kemi këtë pjesën e distancës midis hundës edhe gojës, e buzëve. Këtu sa më shumë që të ketë distancë midis hundës edhe gojës, tregon që personi pranon ose ka aftësinë që të mbaj kritikat. Pra nëse dikush e kritikon, e pranon edhe
si tha, nuk reagon në mënyrë, nuk nxefet, që se dikush i thot diçka kritik. Ndërsa personat që e kanë këtë pjesën këtu shumë të ngushtë, kanë, domethënë, shumë pak diferencë, në personave në qoftë se i thua një kritik, reagojnë ashpër, bëhen me nerva, i prishet moodi, i prishet pjesa domethënë Terezin, ja prish një Terezin shkurt muhabeti. Ja prish një Terezin edhe ka mundësi që të reagoj shumë ashpër me juve. O të që duhet ty, shik punët e tuja, ande këti. Po patjetër edhe këto që kanë pjesën e gjerë, s'do të thotë që bjeri se mbanë, domethënë. Edhe këto kanë pjesët e kufirit të tyre që, por se prap nuk janë njësoj, domethënë, me njerëzit që e kanë këtë pjesën këtu më të ngushtë. Okej. Shpresoj që t'i ketë pëlqyer edhe t'jeni kënaqur me gotën e çajit dhe me këto muhabete. Edhe më tregoni dhe juve çfarë bëni në udhtime, si ja kaloni, a i veni re këto gjëra, ç'a shtete shkoni, domethënë për ç'a udhtoni. Sepse domethënë secili prej nesh ka atë pjesën që udhton sepse a don me ik nga problemet, a don me ik nga rutina, a udhton në vende që kanë gjendje shpirtërore, a udhton në vende që janë mistike, le të themi, apo ndoshta që kanë histori, kanë pjesën e misterit. Domethënë, a jeni persona që i bëni pyetje vetes gjatë udhtimit ose mbas udhtimit, çfarë mësova, çfarë nuk mësova, çfarë pash, çfarë nuk pash. A jam i njëjti, as jam i njëjti mbas çdo udhtimi? Tregoni. Patjem.